Dua ta filloj me Eraldin, me letrën që ke shkruar ose mesazhin që ke shkruar në email. I nderuar zoti kryeministër, duke parë njoftimin tuaj në rrjetet sociale, mora shkast që shkruaj për të prezantuar një histori që besoj përfaqëson në mënyrë të qartë se si puna, përkushtimi dhe dashuria për vendin mund të kthehet një kodër të thatë nga një nga vreshtat më të bukura dhe më të egra të Shqipërisë së Jugut. Leskoviku ka një traditë të hershme në Vreshtari dhe familja jon, familja Feyzullah, është përpjekur të ringjallë dhe të modernizojë këtë trashëgimi, duke investuar me pasion në kultivimin e rrushit dhe prodhimin e verës cilësore. Do të ishte një kënaqësi dhe nder për mua, si Erald Feyzullah, djali i vogël i familjes, i kthyer nga jashtë për të vazhduar dhe zhvilluar pasionin familjar, që të ndaj këtë histori me ju dhe me shqiptarët, si dëshmi se kur ekziston vizioni dhe dashuria për tokën, zhvillimi bëhet realitet. Florida, mund ta lexosh ti tekstin që ke shkruar? Atëherë, unë jam Florida Peraj dhe do të doja të ndaja me ju historinë time. Në vitin 2013 fillova të punoja në një bujtin në Vërmosh. E kështu pas 3 vitesh kur kërkesat për turizëm sa vinin e pushtoshin, por në krah tjetër trim shumë për largoshin nga zona e Vërmoshit, u gjenda përballë një vendimi të rëndësishëm. Të hapja një biznes timin apo të largosha si shumë tjerë. Por vendosa mos largohem e të qëndroja aty ku më takon. Vendosa që shtëpinë tonë ta ktheja në shtëpi pritje. Kjo ishte një thyrje tabush, se si të merri një pagesë nga mysafirët që të vinin në shtëpi, apo si të shërbente një vajzë për të huaj e njerëz që ti nuk i njeh. Sot pas shumë vitesh, mundër për kushtim, kemi arritur të jemi një bujtin e njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë, si bujtina Peraj. Kaloja fjalën Henrit. Unë jam Henri Sheu, pasardhës një tradite familjare që prej vitit 1994, ku familja ime ka ngritur në malin e Dajtit biznesin Dajti Paradise, me plot bindje mund të themi se jemi biznesi para agroturizëm në Shqipëri, i ndërtuar me përkushtim familjar dhe dashuri për natyrën, mikpritjen dhe zhvillimin e zonës Dajtit. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi pritur dhe shërbyer e mira turistë nga gjithë bota. Kemi organizuar kampe verore me fjetje për fëmijë dhe gjithashtu dhe festivale muzikore ndërkombëtare me DJ nga më të mirët në botë. Prandaj detyrohemi me respekt qeverisë shqiptare dhe juve personalisht për mbështetje institucionale dhe bashkëpunim strategjik, që mund të vazhdojmë të zhvillojmë këtë projekt unik dhe ta kthejmë Dajti Paradise një destinacion të njohur ndërkombëtarisht. Urdhëro. Shumë shkurt. Jo, më çka ke shkruar aty? Bashkëshorta ime kanë shkruar se unë s'kam pas mundësi të shkruaj. Jam Julian Hupi nga Buqiza, Kulla Hupi. Ka shkruar ajo sigurisht. Po, bashkëministrin tuaj në podcast. Flasim është deri më për mua të ndaj historinë e Kullës Hupi, një model i ringjalljes së traditës së zhvillimit rural. Do doja shumë të isha pjesë e të rrjetit suaj për të folur rrugtimin ton që ka frymëzuar shumë të rinë në zonën tonë.